Dje në periudhën nga ora 11:30 deri në orën 21, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Gostivar, në bashkëpunim me Drejtorinë e Doganave, Drejtorinë e të Ardhurave Publike dhe Inspektoratin Shëndetësor të Tregut, kanë realizuar një kontroll aksionar në një argjendari në qendër të Gostivarit, në pronësi të një 64 vjeçari nga Gostivari. Gjatë kontrollit, për shkak të mos deklarimit, përkatësisht mungesës së shenjës përkatëse vulës në ar, Inspektorati Shtetëror i Tregut nga punonjësi 59 vjeçar ka konfiskuar 1 kilogram e 327 gram stoli ari me vlerë të përllogaritur rreth 86.959 euro. Për rastin do të vijoj procedurë nga Inspektorati Shtetëror i Tregut. Dje në orën 9:15 në vendin e quajtur Bunec, zyrtar policor nga Departamenti Policor Mavrov kanë privuar nga liria një 47 vjeçar nga fshati Duf. Gjatë një kontrolli në komunikacion është konstatuar se ai drejtonte një automjet transportues të markës Mercedes me targat Gostivarit pa poseduar patent shoferi. Dje në orën 13, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 61 vjeçar nga Tetova në ndyshimin për kryerjen e veprës penale sipas neni 396 të Kodit Penal, prodhim mbajtje, ndërmjetësim dhe tregti e paautorizuar me armë ose materje shpërthyese. Gjatë një kontrollit aksionar në një argjendari në rrugën Ilindenska në Tetov, janë gjetur 169 fishek të kalibrit 9x19 mm. Personi është mbajtur në stacion policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje në orën 14:33 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar nga kompleksi klinik Nën Tereza në Shkup se tek ata ishte sjell për ndihmë mjekësore një fëmijë 8 vjeçar nga fshati Velebërt, i cili kishte pësuar lëndime në pjesën e dorës nga grimcat e barutit. Dje në ora 12:55 në fshatin Toplis të Gostivarit, zyrtar policor nga Departamenti Policor Gallat kanë privuar nga liria një 34 vjeçar nga fshati Toplic në ndyshimin për kryerjen e veprës penale vjedhje e rënd në tentativë. Sipas denoncimit më herët gjatë ditës, ai me forcë dhe duke përdorur një mjet të papërshtatshëm kishte hapur derën e hyrjes dhe kishte hyrë në një pikë bastesh sportive në rrugën Braça Gjinovski. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje në orën 16 në sektorin për punë të brendshme Gostivar është raportuar se në rrugën rajonale Gostivar, fshati Padallisht, në fshatin Lakavic, një 29 vjeçar nga fshati Strajan Gostivar, duke drejtuar një motociklet Honda, ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar në rrugë. Në aksident ai ka pësuar lëndime të rënda trupore, të konstatuara në qendrën mjekësore në Gostivar.